eksporti është reflektimi i ekonomisë së vendit. Nëse sot gjenden në krye të Evropës Gjermani, Paris Saint-Germain, Francë dhe Angli, sepse këto janë tre ekonomitë më të fuqishme në Evropë. Pra nuk mund të ndodhi që nga një ekonomi e dobët, Greqi apo Portugali, patjetër që Portugalia nxjerr ekipe sepse ka lojtarë individ shumë të mirë, por nuk ndodh. Italia ka rënë dhe Italia ka rënë në infrastrukturë, stadiumet e Italisë nuk mbahet mend, që kur nuk rinovohen, nuk ka. Vetëm Juventusi dhe Udinese kanë impjante të reja. Të tjerat pastaj luajnë me stadiumet të botrorit të 90-s. Amortizuara. Shumë të amortizuar dhe tjetër gjë, furnizimi nga ekipet zinxhir në Itali është një problem shumë i madh. Që unë për shembull e ndjej shumë, jo se ka ndonjë gjë të keqe, për shembull, ekipin e Interit e ka marr para disa vitesh e kishte një sipërmarrës kinez, tani e ka marrë një amerikan, fine with that. Shumë Por të vjen keq që ti të mos shohësh talente italian të ardhur nga ekipet zinxhir